astrologa më e famshme në Shqipëri, siç ne gjithmonë e prezantojmë, Meri Sheu nuk ndodhet në Tiranë, kështu që ne kemi vendosur që këtë herë ta sjellim ndryshe anoncimin e shenjave të horoskopit për këtë javë. Kështu që kemi grupuar 3 nga 3 dhe unë dua që ju të ndiqni me radhë. Cila shenjë ti? Gafore. Ti e Gafore, kështu do duhet të presësh edhe pak sa të arrim te grupi ku bën pjesë edhe Gaforia. Le të nisim me parashikimin që Meri Sheu ka bërë për javën që sapo ka nisur për 3 shenjat e para. Të shohim cilat janë ato. Përshëndetje dashur teleshikus, përshëndetje Rudina. Në pamundësi për të qenë sot në studio, po e bëjmë parashikimin nga një ambient shumë i këndshëm. Kjo është një javë shumë interesante në fakt, sepse Mërkuri kthehet i kundërt në shenjën e Dashit. Sapo u takua me Afroditën dhe mori një shije ëmbëlsie, dashurie, ai kthehet i kundërt për të na treguar që kemi haruar disa gjëra mbrapa, ose disa ide, ose disa mundësi. Dhe është si të kemi bërë një start 50 kilometra dhe tashmë të kthehemi përsëri mbrapa. Kjo nënkupton harxhim energjie, kohe, por duke qenë se jemi në një shenjë shumë të shpejtë si Dashi, besoj se do ta rikuperojmë shpejt edhe këtë gjë. Ndikimet më të fuqishme do t'i kenë tek Dashët, Peshoret, Gaforet dhe Bricjapët, si Mërkuri kundërt. Por edhe në ndikimin e eklipsit të plotë hënor që kishim në Virgjëresh, ndikimet mbi Virgjëreshën, Peshqit, Shigjetarët dhe Binjakët do vazhdojnë akoma. Pra, mbi të gjithë ne ka ndikime shumë të forta. Por filloj me parashikimin. Dashët do marrin vetëm një yll kësaj jave, sepse Mërkuri në shenjën e tyre do të thotë që disa mundësi nuk i kanë parë, duhet të rikthehen mbrapa, të shikojnë mirë anën emocionale, erotike, disa ngatresa, disa çështje ekonomike që duhet të shikojnë, plus dhe hëna e plotë që ndikojnë në punë dhe në prapaskena pune, kështu që janë hapur disa fronte të vështira. Dhe shkojmë te demët, të cilë do marrin 3 hyje kësaj jave, u ndikuan pozitivisht deri diku nga hëna e plotë në Virgjëresh, në jetën e tyre erotike, ndoshta njohën një dashuri të madhe, ndoshta lanë një dashuri të madhe që i kishte lodhur shumë, por tashmë duhet të shikojnë gjendjen e tyre emocionale dhe duhet t'i japin kohë vetes për një takim prove në anën erotike, prove në punë, prove në ekonomi, do të shikojnë mirë demët se ku do sprovon dhe do jetë një sprovë shumë e rëndësishme. Dhe shkojmë tek Binjakët, të cilët do marrin tyje. Duhet kemi kujdes me Binjakët, Sara, dhe Mërkuri është planeti tyre, por komplikohet në fushën e shoqërisë, të qëllimeve, të jetës sociale, ndonjë thashë them, ndonjë pasiguri, ndonjë show i keq, ndonjë reklame keqe, kështu që Binjakët do vjen pak në siklet, ose ndonjë lajm që nuk do t'u pëlqejë shumë, plus dhe disa përgjegjësi familjare dhe do ndjen disi të kushtëzuar, por një takim të lënë mbrapa dore duhet ta bëjnë me patjetër, qoftë me një shoqe, qoftë me një mik që e kanë lënë pezull. Dhe shkojmë te Gaforet, të cilët do marrin 3 hyje kësaj jave, 3 hyje të famshëm të Gaforeve, sepse do përfitojnë nga situatat me Mërkurin e kundërt në Dash për të ngritur në karrierë, ose për të riforcuar pozitat e tyre, ose të përfitojnë nga ndonjë gabim, ose të përfitojnë nga koha e rikthimit mbrapsht. Do rikthehen shumë njerëz mbrapsht, kështu që Gaforet mund të tentojnë në ato boshllëqet të marrin ajër, ose si të themi si ai mbyturi në vark me kokë poshtë, të marrë disa pikë ajri dhe të kaloj përpara në lidhje me karrierën të paktën. Ky ishte parashikimi, Gaforia ishte futur te grupi i parë, pra janë grupuar 4 nga 4. Meri ka sjell 4 nga 4, kështu që tani do të vazhdojmë me grupin e 4 shenjave të tjera, cilat janë ato, e zbulojmë tani. Dhe shkojmë te Luanët, cilët do marrin vetëm një yll. Më vjen keq për Luanët, por janë të lodhur në lidhje me karrierën, me ekonominë sidomos. Kështu që duke qenë se ekonomia i ka hapur një front të pa parashikueshëm pune dhe lufte, në këtë periudhë nuk do shikojnë ato problematikat që lidhen me ligjin, me studimet, me mundësitë jashtë vendit, dhe duke mos i parë mirë dhe mund t'i humbin. Kështu që shumë luan nuk do jenë në gjendje të kapin situatat ashtu siç duhet në këtë periudhë. Dhe shkojmë te Virgjëreshët, të cilët do marrin 3 hyje, janë të favorizuara, kishin hënën e plot në shenjën e tyre, do ndikojnë jetën personale, do japin drejtim një bashkëpunimi, mund të kenë dhe një ndarje, por rëndësishme është që do sqarohen, do arrin në një zbulesë shumë të rëndësishme në këtë periudhë. Ajo që duhet të kenë tash parasysh është ana ekonomike, rimarrja e frenave në çështjet ekonomike. Aty ku e kanë humbur disi ose kanë lëshuar terren, tash fillojnë edhe të mbledhin ose të ndreqin gabimet. Dhe shkojmë te Peshorët, që do një nga shenjat e favorizuara, 4 hyje Peshorët në këtë periudhë. Mërkuri i kundër përballë shenjës së tyre do t'ju tregoj që
budalliku ose mangësitë e disa partnerve, por qoftë dhe në çift, atyre do t'i bëj mirë peshoreve se do dalin më fitimprurse, më të shfaqësuara dhe do arrin t'i bëjnë gjërat sipas mundësive dhe kushteve të tyre. Kështu që presim që shumë peshore në këtë periudhë të drejtojnë një marrëdhënie, të riformatojnë një bashkëpunim ose një biznes, por edhe të rregullojnë terrenin për gjëra më të mira në të ardhmen. Dhe shkojmë tek akrepët, të cilët do marrin 3 yje, do favorizohen në punë akrepët, do kenë një mundësi reale, pozitive për të rregulluar ambientin e punës, ose për të marrë oferta pune, ose për të përfituar nga disa oferta që nga e kaluara ju janë mohuar, ose për të parë kush i ka kundërshtuar dhe u ka prishur punë në terrenin ku ata janë të fuqishëm tashmë në këtë periudhë në terrenin e punës. Megjithatë, hëna e plot në Virgjëresh i ndihmon jetën sociale në qëllime dhe për të bërë boom dhe për të bërë një show të rëndësishëm ose për të njohur miq të mirë, qoftë edhe nga ana erotike. Dhe kemi mbritur te 4 shenjat e fundit, të shohim cilat janë ato dhe parashikimi që Meri Sheu ka bërë përkatësisht për secilën prej tyre. Ndjekim. Dhe shkojmë të shigjetarët të cilët do marrin 3 yje, do kenë një karrierë të ndritur, do arrin të performojnë ose të bien në sy. Dhe kjo ka shumë rëndësi, se do forcojnë pozitat e tyre. Por një gjë duhet kenë kujdes, shpenzimet dhe udhëtimet duhet të mendojnë mirë ku do shkojnë që të mos bëjnë gabime, ose ku do piketojnë një ndërhyrje ekonomike që mos të bëjnë gabime, ose të rregullojnë një gabim që kanë bërë kohët e fundit. Dhe shkojmë te bricjakët të cilët do marrin vetëm një yll, sepse kanë problematika në familje me njerëzit të afërm, ose debate, ose paqartësi, ose një mundësi jo të qartë ku do banojnë, ku do shkojnë, me kë do bashkëjetojnë. Pra, duket sikur ambienti i tyre familjar nuk po funksionon ashtu siç duhet, ose një biznes familjar. E rëndësishme është që Mërkuri i kundërt mund t'i ndihmojë për ta rregulluar, por do kohë, sepse ata tashmë e kanë ndërtuar një bazë, i kanë dhënë mundësi një marrëdhënie, një lidhje familjare, tash duhet të kthehen prapë mbrapa. Dhe shkojmë te ujorët, të cilët do marrin 3 yje, janë një nga shenjat e favorizuara, komunikimi, kontaktet, biseda, dashurit, shoqëria do jenë në favor të tyre. Por ajo që duhet të shikojnë më shumë me kujdes është ana ekonomike, sepse eklipsi anor në Virgjëresh la një tendencë ose një shije që ata duhet të jenë më mirë ekonomikisht, ose duhet të kuptojnë pikat e tyre të dobta. Por kjo javë do t'i vëj pikat mbi i, si të themi. Dhe kemi arritur te shenja e fundit për sot, te peshqit. Mërkuri i kundërt në dash do të thotë që ata do marrin 3 yje për efekt të anës ekonomike që duhet ta rishikojnë me vëmendje. Është detyrim i madh të rishikojnë ku kanë shkuar deri tani, plus dhe përballjet që kanë pasur në bashkëpunime, në çift, i kanë bërë pak të hutuar dhe jo shumë të qetë, kështu që ndoshta nuk do ta kenë vëmendjen dhe mund të bëjnë ndonjë gabim. Por 3 yje i kanë për të rregulluar ekonominë dhe financat. Këto ishin pak a shumë parashikimet për këtë javë. Është një javë interesante, me Mërkur të kundërt, deri diku të gjithëve do na dalin në një gur përpara, mjafton të mos i bie murit me kokë, se është shumë gur i madh pastaj, por për ata që e duan parashikimin më të detajuar, ju e dini Meri Sheu Pikas. Dhe unë ju uroj një javë shumë të këndshme dhe atyre në studio. Mirupafshim, Rudina. Faleminderit Meri Sheu shumë për parashikimin tënd, të presim të hënën tjetër në studio, ndërkohë edhe një herë fat të gjithëve, po mos u mërzisni nga numri i yjeve që Meri ka caktuar, jo të gjithëve ndoshta maksimumin, nuk e di si u ndave kënaqur ti apo jo, po gjithsesi yjet mund t'ju japin një dorë, po ne dim që fatin praktikisht e bëjmë vetë, kështu që mos harroni asnjëherë këtë gjë. Faleminderit të dashur miq që na ndoqët, të dashur lista të pres sërish në studio për tema të ngjashme të bukura, ne do të jemi sërish nesër. Kalofshi mirë.